Alo, Geraldine, më trego. sot 10 vjet pare vikën time. Smundja të nxarë ma morën doktorët. Ishte pasdite, po ecja në korridorin e spitalit onkologjik në Austri dhe papritur syt më ngelen tek ora. Fiksova datën në mur, ishte 17 mars. Nuk di pse më ngeli në mendje ajo datë. Pak orë më vonë, Rebeka ime ndroi jetë. Deri diku e kisha përgatitur veten për këtë moment. E kisha përgatitur dhe fustanin, por asnjë prind nuk arrin të pranoj ikjen e fëmijës nga kjo jetë. Ndjeva një çlirim kur Rebeka shkoi, që ajo ishte e lirë nga dhimbjet që po e torturonin prej kohësh. 2 javë pas ikjes së saj, nuk qaja dot. Isha e zemëruar me veten. Pyesja veten, pse mua? Sot bëhen 10 vite që vajza ime nuk është fizikisht me mua, dhe dhimbja për të është si në ditën e parë. Lotët me antar nga dhimbja. Kam zgjedhur ta jetoj këtë jetë për Rebekën, ta mbaj gjallë me kujtime, dhe e di që aty ku ajo është, do të më shikoj të fortë. Ka një pyetje që asnjë prind nuk do donte t'ja bënte vetes. Sa kohë i ka mbetur fëmijës tim? Dhe fatkeqësisht, kjo është pyetja me të cilën është përballur Geraldina Rexhepi. Ajo është një nën, një grua e fortë dhe gjithashtu një personazh i njohur i jetës publike të Kosovës dhe stiliste shumë e talentuar. Por sot do të vinë në seanca e parë për të ndarë përjetimin më të rëndë të jetës së saj, atë të humbjes së vajzës së saj, Rebeka. Geraldina, përshëndetje. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Ne të falenderojmë ty, jashtëzakonisht shumë që e ke pranuar ftesën tonë, veçanërisht për të ndarë një dhimbje kaq të rëndë. Jemi në mars, Geraldina, në muajin kur Rebeka humbi jetën, në muajin kur Rebeka kishte ditëlindjen, dhe ky mars shënon 10 vite të ndarjes së saj nga jeta. Si ka ardhur për ty ky mars i 10 pa Rebekën? Unë të vetmin term që përdori për statusin e saj është se them Rebeka ka shkuar. Nuk përdori fjalë më të rënda. Dhe muaj mars çdo vit është shumë i dhimbshëm. Problemin më të madh e kam gjithmonë me datat, me numrat. Unë e kujtoj ditën kur ajo ka shku për disa orë më herët, unë kom qenë duke kalu në për koridor, se në fakt ajo ka shku me 17-in, disa minuta pa kalu datën 18-in. Por zyrtarisht është regjistru si me 18-in. Edhe unë e kalojshë në për koridor edhe e ngris kokën edhe e shoh datat 17 mars. Edhe i thash vetës, pse më ngulit kjo datë në kokë? Pa e datë ka vazhdu me mbete ngulitë në kokën time dhe t'ju them të vërtetën, intervistat këtilla unë e kom refuzu gjithë kohën. Për arsye se duke marrë parasysh teknologjinë dhe zhvillimin e saj në ditët e sotit, unë jam di emocionalisht e abuzuar. Por me qenë se tash ky muaj është përvjetori i 10 i shkuarjes së saj, unë kam vendosur të bëj disa intervista në mënyrë që ta përkujtoj atë në mënyrën më të mirë. Sepse në njëri është i gjallë për aq gjatë sa kujtohet. E ajo do të jetoj sa ta kujtoj unë. Në këto 10 vite, çfarë ka ndodhur me dhimbjen tënde? Koha të ka mësuar të jetosh me të, është përpunuar, apo nuk është larguar asnjëherë, ka mbetur e njëjtë si në ditën e parë? Po, me qenë se kemi njonën e cila është psikologe, unë dua ta bëj një shpjegim. Në asnjë moment nuk kam kërku ndihmë as prej psikologëve, po ashtu nuk kam përdor as barna farmaceutike, të cilat do ta shtynin dhimbjen time. Në fakt unë mendoj që dhimbja nuk zhduket nëse e shtym për një moment tjetër. Dhe në fundit fëmiu im e meriton që unë të ndjej dhimbje. Në 2 javët e para pas shkuarjes së saj ka ndodhur diçka shumë interesante. Unë s'kam qenë në gjendje me qarë.
nuk më ka dalë asnjë lot. Isha shumë e nervozuar me vetëm se kjo po ndodh. Kurse tash, unë e qaj shumë, po qaj kur jam vetë. Për vetëm në arsye se shumë shpesh më janë keq përdor lotët. Mund t'ju them diçka shumë interesante. Javën e kaluar, mjeku mi ka ordinuar lot artificial, sepse sytë më janë tha. Pra të 2 javë që the që ke ngrirë dhe nuk e pasur lot, e gjykon akoma dhe sot veten? Jo në asnjë moment. Rebeka ka qenë smut shumë gjatë, ka rënku shumë gjatë. Edhe unë mendoj që reagimi im ka qenë si arsye që për herë të parë jam gëzu që ajo është liru prej dhimbjeve të trupit saj. Ato që ka ndodhur unë e kam përjetu si shlirim për te. E kuptoj. The pak më përpara Geraldina që kishe një lloj inati brenda vetes, pse më ndodhi mua kjo. Pse e vishe veten me këtë lloj përgjegjësie? Ndoshta edhe pse njëri prej profesioneve të tua është mjekësia, ti je diplomuar për mjekësi, apo çfarë? Jo, unë kisha inatin pse s'po mund të qaj. Për ndryshe, ato që na sjell jeta dhe mënyra si na trajtojnë njerëzit rreth nesh, nuk i përcakton vlerat tona. Vlerat tona përcakton për mënyrës se si ne reagojmë ndaj këtyre gjërave që na ndodhin. E vërtet. Unë nuk kam në asnjë moment asnjë peng. Ka njerëz që thonë a frigosh prej karmës, as prej saj si jam frigu. Unë mendoj që edhe pse s'mund të them që besoj në Zot, unë besoj në një fuqi më të madhe se ne. Edhe mendoj që ky ka qenë fati im. Mënyra se si unë do të përballem me te, me sa dinjitet do ta trajtoj, si do të mundohem të jem një nënë e mirë edhe për fëmijën tjetër që kam. Pa diskutim që je. Ajo kush unë jam. The pak më përpara që të janë keq përdorur lotët. Unë e di që historia e Rebekës është një rast i njohur në Kosovë, por edhe në Shqipëri, sepse betejë e saj me sëmundjen e rëndë ka qenë shumë e gjatë. Por pse mendon dhe pse thuaj që të janë keq përdorur lotët? Kush mund të përdorë lotët e një nëne në një dhimbje kaq të thellë, kaq të madhe? Si fëmijë jemi bërë shumë të pandishëm, në Kosovë sidomos, ndoshta edhe në Shqipëri. Po në Kosovë ka një bum televizionesh, një bum podcastave, dhe njerëzve që kanë vendosur merren me media, edhe po, historia ime është interesante dhe unë jam interesante se njëri ju jap material për titull. Por kam pa raste kur jam ftu për tjetër temë, titulli ka dalë çka thot nëna vajza e cilës vdiq nga kanceri. Apo më kupton. Do të thonë kjo është ajo klisheja e mediave clickbait. Jeni ndjerë abuzuar në dhimbjen tuaj, është e drejtë, e kuptoj. Geraldine, çka ka ndryshuar në dhimbjen tënde në këto 10 vite? Po dhimbja ime gjithsesi më ka bërë njëri shumë më të pjekur, shumë më të fortë, kam pjekuni emocionale shumë më të madhe, kam guxim shumë më të madhe në jetë, nuk i frikona më asnjë sendi, nuk ka asgjë që mund të më nxjerrë nga takti. Dhe këto janë vlera shumë të mëdha për një njeri. Nuk besoj që do t'i kisha sikur se mos të kisha përjetu një dhimbje të këtillë. Unë jam njeri pragmatik dhe mendoj që ky pragmaticitet i imi më ka ndihmu që edhe prej dhimbjes mundohem të marr diçka pozitive për të mund të vazhdoj tutje. Megjithatë, kur folëm bashkë në telefon, Geraldine më thej që dhimbja për ty... Unë e qava, po t'i smi pelot. E ndjeva dhe të kërkova dhe ndjes që të bëra ta përjetosh edhe një herë dhimbjen tënde në ato momente, por më thej që dhem njësoj... Më thej që dhem njësoj si ditën e parë edhe pse kanë shkuar 10 vite. Gjithmonë. Çdo moment. Çfarë kujton nga Rebeka sot? Rebeka ka pas një jetë shumë të lumtur. Ka qenë një fëmijë shumë i përmbushëm. Unë nuk kam asnjë peng se çdo dëshirë të mundën për atë sa ka jetu, ja kam plotësu.
nuk mendoj që ka shku me ndonjë peng. Për ma tepër edhe onkologja e cila e ka trajtu, mbasi që ajo ka shku, më ka thonë që dashuria e madhe e saj ndaj meje dhe ndaj motrës saj vajzës time Deborës e ka mbajt atë gjatë në jetë. Në atë aspekt nuk kam pendje. Unë jam mjeke, po unë besoj në fizikë kuantike, unë besoj që shpirti nuk është bashkë me trupin, unë besoj që ajo dikon ekziston edhe gjithmonë mundona që kudo që tjetë ajo. Ta bëj të lumtun përsëri dhe ta bëj krenare me mënyrën se si unë e trajtoj dhimbjen ndaj saj. Duke qenë se ti e beson këtë realitet, e ndjen praninë e Rebekës? Ose ka raste që Shumë shpesh. të vinë sinjale nga bota ku ajo është, e shkon në ëndra? Dikush të sinjale mund të, nëse i ndëgjon mund të më quaj delulu, po unë besoj që ka sinjale e janë din në qatë shumë pranin që më duket që edhe fizikisht më prek. E ndjej. Ndëgjëm, unë do ta shfrytëzoj rastin se mbas jam mjekë dhe një fenomen tjetër t'ja u tregoj. Po. Gjatë shtatzanis nanës, përmes umblikut, gjaku i bebës qarkullon trup nanës. Përmes këtij gjakut qelizat staminale, ato që anglisht quhen stem cells, Po. kalojnë nga trupi i fëmijët te nana. Ky fenomen është vërtetu shkencëtarisht. Janë ato qelizat burimore që japin jetë dhe që sot shkenca po i përdor edhe për trajtimin e sëmundjeve të rënda. Tak. Dhe këto qeliza gjatë shtatzanis nanës i rikuperojnë sëmundjet që nana i ka në trup. Prandaj gratë shtatzana shumë rrallë smurën. Po këto qeliza të bebes në trupin e nanës vazhdojnë të jetojnë shumë gjatë. Ka një studim që është bërë që në zemrën e nanës janë gjithë të qeliza dhe 20 vjet pas lindjes së fëmijët. Por këto qeliza në trurin e nënës jetojnë të mjetën. Kështu që unë e ndi praninë e saj edhe fizike në vetën time. Më vjen mirë që edhe në jetën tënde fizike se pa diskutim në atë shpirtërore ti je përjetësisht e lidhur me Rebekën, por edhe fizikisht e ndjen praninë e saj. E shef shpesh në ëndër? E shoh në ëndër dhe e përjetoj shumë mirë, më sjell shumë energji dhe kënaqësi, por gjithmonë në ëndër e di që ajo nuk është. Gjithmonë e vedishme. Po, ndëgjoj unë kam edhe një përparësi shumë të madhe. Vajza jeme ka përfundu studimet në Sigmund Freud në Vjenë në psikologji. Flasim për Deborën? Edhe për këtë Debora, po. Edhe për këtë shekull, unë jam e bekume me pas psikologun tim personal. Shtë që nuk është veç meritimja, po dhe saja që një së bashku, unë dhe aja, këtë tragedi dhe tragedi të tjera që në ka ndodhë më pas në jetë, ndërsjell të te kalojnë. E kuptova këtë gjë, sepse fakti që edhe në ëndra, ku është ajo pjesa, aktivizohet pjesa jonë më e pavedishme në gjumë, ti e ke pranuar që Rebeka s'është më është, fakt interesant, Jona. Është përpunim shumë i thellë i dhimbjes. Duhet ta kthej edhe një herë tek pjesa e lotëve që nuk dilnin për 2 javë. I kushtoj rëndësi këtij detaji se ndodh një vetvajsim i fuqishëm, mund të ketë ndodhur kjo edhe në rastin e Geraldinës, të paktën në fillim, që ta ketë ndjer pse s'm dalin lot. Por këtu duhet të kuptojmë që është një reagim i trupit edhe i mendjes tonë që na stopon pak, sepse dhimbja është aq e madhe sa na bën të ngrim. Për këtë dua që t'ja vendos pak në vetëdije Geraldinës që të mos ndodh pjesa e vetvajsimit. Është shumë e rëndësishme t'i japim ndoshta një tjetër këndvështrim. Nuk e di se si e mendon Geraldin kur për ato 2 javë nuk e qenë ti që mund ta vendosi nëse të qaje, por ishte mendja që të stopon, sepse dhimbja dhe përballja është shumë e madhe. Të ndihmon kjo gjë duke e ditur që është një reagim i trurit? Po menoj, unë kom qenë shumë e vetëdijshme,
Unë e di saktësisht se ka ndodhur. Se për shembull, shkuarja e Rebekës në amshim nuk ka qenë diçka që unë nuk kam qenë e përgatitur psikikisht. Ajo ka vujt më shumë se 2 vjetë. Do të thotë, unë jam pajtu, po nuk jam pajtu kur me atë fakt, po në ndërdije kam ditë që dhe kjo mund të ndodhë. Dhe nuk kam ka arë si një akt befasie, diçka që të nxën befasie dhe ti mbetesh bësh guri. Po, si ajo rufeja që vjen në qiellin e pastër, nuk ka qenë rasti, megjithatë një nën. Unë nuk ka qenë ashtu. Nuk e ka asnjëherë të lehtë. Unë ja kom disa muj më herët edhe fustanin, ja kom përgatitur dhe krejt. Këtë kom ditë sakt, tjetër që s'kom dashur me pranu. Si mundet, Geraldine, ku e gjete forcën ti përgatisje fustanin për ritualin e fundit? Po kush do ta kishte përgatitur nëse unë jo? Ajo me shku ashtu që shumë e kom trajtu të njëtën. Si janë ato momente për një nën, Geraldine? Është e panatërshme. Edhe ajo që ne quajmë Zot, nuk e kalon që nëna tjetë ajo që vërës fëmijën. Është kundër ligjeve të natyrës, është diçka s'ka dhimbje më të madhe, s'ka tragjedi më të madhe, nuk di. Por ndodh dhe ndodh. Dhe jeta vazhdon, dhe ti je një grua e fortë edhe e ke dëshmuar që ke motiv për të vazhduar jetën, për të kujtuar Rebekën, për të treguar dhe për të qenë një nënë e fortë për Deborën. Megjithatë duhet të thënë që Rebeka kudo që është, ka qef më pa të fortë. Edhe e fortë bëna edhe për te. Dhe mirë bën që e shikon në këtë kënd vështrim edhe ky besim të ndihmon shumë edhe ty, sepse jeta vazhdon edhe ti duhet jesh aty, edhe për familjarët e tjerë, dhe ata duan të të shohin të fortë dhe të marrin forcë nga ty. Debora meriton me pas një nënë normale dhe me pas çka do që ne quajmë jetë normale. Dhe kam përshtypjen që edhe për atë ka qenë shumë e vështirë të humbas motrën. E vërtet, po, shumë e vështirë. Unë mendoj që Debora nuk ka pas dëshirë me studiu psikologjinë. Ajo ka qenë më shumë në kriminalistikë dhe lanë tjera. Edhe më ndim, në bas kësaj që na ka ndodhur, unë mendoj që ajo ka zgjedhur atë lami për me ndihmu vetës më shumë. Dhe dukshëm edhe ty të ka ndihmuar. Po, gjithsesi. Rebeka ishte vetëm 16 vjeç kur u diagnostikua për herë të parë Vetëm. me sëmundjen e rëndë. Po. Pati një fazë në vitin 2014 kur mjekët dhanë lajmin e mirë që sëmundja ishte zhdukur nga trupi i saj, por fatkeqësisht sëmundja u rikthye. Këtë herë edhe më Rebeka ka pas limfom. Edhe ka pas limfom në mushkëri. Edhe 6 muajt e parë është trajtuar me kemoterapi për limfomën në mushkëri. Është liru prej spitalit si e shëndosh. Ne jemi kthy ngusht prej Austrisë, sa është trajtuar në Austri. Po. Në nëndore kemi pa ato që se di sa shpesh ose sa rrallë ndodh mjekësi, që asa ju ka kthy limfoma në tru. Edhe ajo trajtu, edhe ajo ka kalu. Po mande jo kthy për herën e tretë dhe nuk ka pas as ilaç, as metodë me cilën kanë mujt me trajtu. E imagjinoj se sa e pafuqishme je ndjerë ti si nën, por edhe duke e njohur profesionin e mjekësisë. Nuk jam dorëzu. Unë kom kërku dhe ilaçe natyrore dhe kom dërgu dosjen e saj në 10 spitalet më njoftuna në botë, nashta që ka majtë në jetë. E përgatitësha dokumentat e gjesha një njerin filan spitali, ja qesha dokumentacionin dhe gjithmonë majsha shpresë që ndoshta dikon do të na thonë po hajde të provojmë këto. Edhe por Rebeka vetë luftonte për jetën? Shumë. Po kur nuk më ka bo mundi që nëse shkon ka me qenë e mallëngjyer e prekur e i hidhëruar, jo. A ka luftu shumë. Kur ishte momenti që ti me vetdijen tënde e kuptove që nuk doja dilni dot kësaj betejë? Kur se kom pranu. Por
Kur nuk e ke pranuar? Ja. Edhe e kom pa që mjek në spitalin e fundit, në spitalin pallativ ku kemi qenë. Una, kur na kanë pranu, i kom thonë, ne kemi ardhë këtu, po prej këtu kemi me dalë në kom. Sot e di që ata kanë menu që unë jam delullu. E kom di, po s'kom mujtë me pranu. Edhe sa ka qenë gjallë, as në pik loti kur se kom qirë. Po, ke treguar edhe më Asnjë. herët në rrëfimet të tuaj që je munduar ta gëzosh jetën çdo ditë me të sa kohë ajo ishte. Po. Por Rebeka vet e kuptonte që Po, e ka kuptu. Fat mirësish më me thonë. Atër kur s'ka pas më shpresë, kom përshtypje që siçikisht s'ka qenë shumë e vetëdijshme që po ndodh. Edhe s'ka mujtë me komuniku. Edhe ndoshta është një fat. Mund të shtoj Geraldina që në historinë e kësaj sëmundje dhe mënyrës se si familje jeni përballur, është dashur që ta përsërisni dhimbjen. Pra ishte një moment përballje me faktin që Rebeka u sumur, pastaj ndodhi që u shërua, pastaj sërish u rihap, pra është një lloj përballje e vazhdueshme dhe për ju besoj nuk ka qenë e lehtë. Edhe si familje që të përballeni vazhdimisht me këto ndryshime emocionale. Po jam e lumtur shumë, se s'paku një herë i ka gjajmi që shëru, edhe ato 3 mujtë kanë qenë 3 mujtë më të lumtun tjetës saj, kemi festu shumë, e kemi gëzu shumë, bile në qatë jetë shkurt e ka pas një fitore të madhe për jetuar. Se dua ta them që humbja një fëmije është një nga dhimbjet më të mëdha që njeriu mund të përjetojë. Pjesa edhe mënyra se si ngelet një plagë e hapur gjithë jetën, por shikoj që ju e keni dhënë një lloj tjetër dimensioni gjithë kësaj dhimbje, duke lidhur me një lloj, nuk e di, simbolike, që kërkoni dhe ta kujtoni. Nuk e di cilat janë format që ju keni zgjedhur ta kujtoni. Unë jam edhe një republik edhe për shkak të profesionit tim edhe nga gazetari, unë mendoj që çdo dalje e një duhet të përcjell një mesazh. Unë e di që një numër shumë i madh i njerëzve janë të prekur nga kjo sëmundje. Personalisht, apo kanë dikon të prekur në familjet e tyre. Mundon të përcjell mesazhin që kjo sëmundje është diagnoza më e rëndë që një mjek mundet me ta dhënë. Megjithatë, ka shërim. Do të thotë që në rastet të kancerit është sa një më i rastishëm diagnostikimi i hershëm. Prandaj, çdo paraqitje time publike dëshiroj ta shfrytëzoj për të përcjellur mesazhin që sëmundja ka shërim, por duhen të jeni të kujdesshëm mjaftueshëm për veten dhe për shëndetin tuaj në mënyrë që këtë sëmundje ta diagnostikoni dhe ta shëroni sa më herët. Ne të falenderojmë shumë për këtë mesazh. Faleminderit edhe ju. Dhe dua ta bashklidh këtë mesazh me pyetjen time të radhës për të kuptuar nëse diagnostikimi i Rebekës ishte në kohën e duhur apo ishte pak i vonuar. Jo, ka qenë shumë i vonuar. Kishte simptoma? Dhe nuk Rebeka? ka pas limfoma është një sëmundje shumë e çuditshme. Ka pas simptoma të cilat një mendje shnosh nuk ka mujtë me lidh me një kancer të një fëmijë shnosh 16 vjeçar i dritur në kushtet më të mira në botë. Dhe e kom peng që s'to diagnostiku më herët, por kur kemi shku në Austri është një sistem shëndetësor shumë më i avancuar se tani, dhe në spitalin ku ne kemi qëndru ka pas fëmijë të tjerë të smur me limfom, cilët po ashtu ka qenë shumë vështirë të diagnostikohen, sepse limfoma është sëmundje shumë tinzare. Simptomat nuk i ka tipik. Kështu që edhe për atë pik nuk kam peng. E vërtet është që 2 muaj kemi shku çdo ditë prej mjekut në mjek, te specialistët më të mirë, në spitale private dhe shtetërore në Prishtinë. Po megjithatë s'mund ta pajsoj askënd që nuk kam rime diagnostiku më.
Më vjen mirë që të paktën nuk e mbush veten me ndjenja faji, të paktën je çliruar në këtë pjesë. Dua të të pyes, e kujton momentin kur more vesh diagnozën e Rebekës? Po, edhe tash edhe atëherë kom qenë një njeri që në situata stresi nuk nënshtrohna. Unë vazhdimisht vuaj nga PTSD. Stresi post-traumatik, po. Në traumë, unë e përmbledhem, i mbledhi këtë forcat edhe në asnjë moment, s'kom dashur me menu të keqen, po është dashur me menu qysh më organizu, shka me bërë, ku me gjetë mi e konë matë mirë, si me mëri me udhëtu, ku mi siguru fondet edhe nuk e kom përjetu qatë që rënë sa është diagnoza e rënë, sepse dashur me menu për hapat e tjerë. Megjithatë ka qenë një kalvar i gjatë vuajtjesh për Rebekën pa diskutim, por edhe për ju familjarisht. I kujton ato vite, sepse ne sot po mundohemi që t'i japim rëndësi kujtimit të Rebekës, edhe çfarë ka jetuar akoma edhe sot nga Rebeka tek ty, por dua të flasim pak edhe për ju, si e keni përjetuar si familjarisht këtë dhimbje. Tragjedit si kjo, disa familje i shkatrojnë e disa i forcojnë ma shumë. Familja jonë është rudimentu. Familje jemi veçun e Devora. Edhe i dalim njëna tjetër, s'mjaftush. Dhe qofsh që gjithmonë, gjithë jetën, kra njëra tjetrës. Ti për atë dhe ajo për ty. Shumë. Dua të mbetemi pak tek muaji mars, edhe unë e kam shumë të vështirë të prek dhe të kujtoj këtë dhimbje. Uroj që asnjë nën mos përballet, por jeta kështu e dashka. Në këtë mars, si do ta kujtosh Rebekën? Ashtu se si që kujtoj çdo ditë, kom pas qef se Rebeka është e varosur në Austri, kom pas qef me shku me vizitu, edhe se mi thonë shumë drejt, atje ku trupi saj apo qëndron, unë nuk ndjen emocion. Nuk ndjen emocion? Në që thatë kom pas që, kur fare, nuk e ndijt pranin e saj atje. Ke arritur ta kuptosh pse, Geraldine? Ja. Ku do që jam, ma shumë e ndij pranin e saj se aty ku... Edhe kom pas qef me shku të ajo, po për shkak të disa obligimeve që e kam, është e mundën që vizitën në vrinë me shty për një datë, ndoshta kur moti është pak ma i mirë. E ma interesu me ashenju ditëlindjen, se sa vitën ku... Po, është e vërtet, edhe në fakt Rebeka ka ndruar jetë në 18 mars është regjistruar, dhe në 21 mars ajo ka pasur ditëlindjen. Dhe ti për çdo ditëlindje të Rebekës, ke një ritual tëndin. Mbjell një pemë për ta kujtuar. Njëse ma shumë. Po e di sepse e ke kthyer në kaos këtë në Kosovë. Po pse mbjell një pemë, Geraldine? Thjesht për të ndihmu ambientit, dhe pemë të mbjell në kryesisht ose të shkollat ku ajo ka frekuentu, ose në lagjen ku në jetoj, në mënyrë që sartë kaloj dhe të ndjerën e blinit, të më kujtojt ajo. Po e mendoja nga që pema ka të bëjë si me rifillim, me një jetë më shumë. Pa tjetër. Si simbolik mund të qëndroj pak edhe me ato që kalon pas Rebeka. Tek ju. Po ritual tjetër bëni? Veç kësaj për shembull the pak më herët që data 17-18 është shumë e rëndë për ty starë që vjen. Është e rëndë. Çfarë bën ato ditë zakonisht? Angazhohen sa më shumë për me kalu dita më shpejt. Angazhohesh për të mos rënë në kontakt? Jo për mos rënë në kontakt, jo, po unë të thash lëtë më kanë tha, unë po përdori lëtë artificial. Kom edhe mekanizma për të mbrojt vetën prej dhimbjes të përrume. Unë në Rebekën e kujtoj çdo ditë, jo vetëm ditë që shënojnë. Ata po janë më të rënda. Këtë do të pyesja që me sa shikoj, vuajtja është përndarë dhe në ditë tjera, nuk është se është ka kulmin ose e përqendruar vetëm në ditën e humbjes. E vërtet. Vërtet. Dhimbja pe nënës se cila ka humbë shtëpinë, po mendoj po
pozicion ose të kohës së afat. E prek edhe pak më herët në fakt që ka ndryshuar rendi, një nën ose një prind nuk e pret kurrë që fëmia ta kalon. Vërtet, nuk është e natyrshme, është kundër ligjeve të natyrës. Pikërisht. Si je munduar ta përballosh ditë pas dite këtë dhimbje? Unë e koncentrom shumë në punë, kom qef me kontribu sa më shumë që të është e mundën. Edhe për familjen time, edhe për shoqërinë, mendoj që kom që me dhonë. Kjo është një lloj kontributi im personal, sepse nuk dua të mbahem me si një nën e cila e humbi fëmijën, por si një grua fort, si një grua e suksesshme, si një grua që ju del ball burrave. Prandaj vazhdoj jetën në rutinën normale, cilën e kam pas edhe para se me ndodhë tragjedia një. Më vjen mirë që këtë që e thua dhe e ke konkretizuar në jetë, Gjeraldina, sepse duke ndjekur aktivitetin tënd, ti ke 3 profesione të dokumentuara, ato të mjekësisë, të gazetarisë, dhe ushtron që prej vitit 1994 edhe profesionin e stilistës, dhe dua ta them për publikun që ndoshta nuk të ka ndjekur dhe nuk të njeh, ti ke veshur personalitete shumë të shquar, sidomos në Kosovë, duke nisur nga presidentja e Kosovës deri tek artistë të njohur për më këtu Armend Rexhepagić e të tjerë. Kështu që doja t'i jepja forcë asaj çfarë ti them më përpara, që do të mbash mend si një grua e fortë, jo thjesht si dikush që ka humbur vajzën e saj. Dhe për te kësaj unë e vlerësoj pafundësisht. Kështu do të dashur Rebeka me më majt menon. Është një lidhje shumë interesante kjo që i bën me mënyrën se si Rebeka do ta donte që nëna e saj në këtë rast Gjeraldina të ishte pas ikjes. Mund të jetë një burim force shumë e madhe për ty apo jo? Forca kryesore, themelore, e cila mban në kam. Është vlerë shumë e madhe kjo që Regjina ka Jona, sepse ka prindër, ka nënaj që zhyten në dëshpërim dhe humbasin çdo lloj motivi për të jetuar mbas humbjes së një fëmie, ndërkohë që Gjeraldina ka motive që e zgjojnë çdo ditë dhe e çojnë të jetë në këmbë. Ka debërën, ka profesionin, ka dhe le të themi kujtimin që do ta mbajtë përjetësuar akoma në jetë Rebekën. Nëna të ndihmon shumë. Unë do të jetoj dhe janë kujtimet e mia. Në fakt është shumë e bukur edhe shpjegimi mjekësor që dhe më herët për pjesën se si qelizat e saj jetojnë në trupin tënd, pra ka një prani fizike, ka një prani emocionale sepse ti e kujton dhe po thoje që të lidhesh ndryshe me Rebekën, jo vetëm me dhimbje dhe vuajtje, dhe prandaj thash që është një burim force shumë e madhe që ti po e shfrytëzon, po edhe kauzat që po merr ose vazhdon ti bësh çdo vit pa ndërprer, pjesa e pemëve apo pjesa ritualeve të tjera që mendoj se janë shumë ndihmuese për një nën ose për çdo prind, mund të jetë edhe baba apo edhe familjar tjetër që lidhet me personin që nuk është përmes këtyre funksioneve. Unë mjekësinë e kam studiu, është profesionim primar. Është i pari. E kam regjistruar në vitin 84 dhe në vitin 90 për shkak të masave drunshme në Kosovë. Unë s'kom ri me diplomu për 4 provime. Edhe në ndërkohë, me qenë se masat e dhunshme kanë qenë pranishme në gjitha institucionet në Kosovë, prente me kanë vetë pa punë, edhe unë s'kom pas mundësi me shkut në shtet tjetër me vazhdo studimet. Atëherë, rëbaqepsia dhe krejimi e produkteve ka qenë një talenti imi, po modës, cilën në atë kohë unë e kom monetizu, kom hap biznisin e parë. Në 94 tënë shumë pak biznise private kanë ekzistu në Kosovë. Ndoshta në kishat një dore do të mund të numëroheshin, kur unë kom pas biznes. Po dhe ju keni qenë stilisja e parë që keni pasur le të themi shtëpi mode, atelien tuaj. Kom pas sfilatën e parë në Kosovë e kemi mbajt vitin 94. Keni përjetuar tranzicionin e luftës? Dhe më pas jeta ju përballi me sfidën më të madhe. Gjatë cilës biznisi e më shkatëru, dhe më ndej kom punu në organizata ndërkombëtare, derisa ndodhi që ndodhi. Gjeraldina, unë jam shumë e surprizuar në fakt për forcën e rifillimeve që ti ke pas në jetën tënde, nisur dhe përpara se të ishte pjesa me Rebekën, po shikoj një përballje vazhdueshme me tranzicione, me trauma, me fillime shumë jo të lehta, që ta nisësh nga e para çdo herë
Dhe nuk e di atë ka stërvitur një farë mënyre gjithë këto lëvizje, gjithë këto ndryshime, trauma edhe përpara, për të përballur më pas edhe me këtë që është ndoshta kryeson. Është e mundur. Dhe zakonisht kur të më pyesin njerëz cili është profesioni yt kryesor, unë them mbijetesa. Të mbijetuarit. Ma ke thënë edhe mua në telefon, edhe pse ti e mbijeton bukur, mbijeton me mod. Po, ndëgjon në situata tilla kur s'ken zgjedhje tjetër, kjo është zgjedhja vetme që të mbetet, unë mendoj që nuk është zgjedhje cilën mund ta bësh, është gjëja vetme që mund ta bësh. I detyruar. Sakt. Megjithatë e bën më së miri sepse është një profesion që ti e do, është një profesion që ti ke sukses, është një profesion që të motivon, të jep frymëzim. Aktualisht je frymëzuar nga lulet, është një periudhë që ti je duke u veshur me lule sepse të pyeta edhe në nisjet e emisionit, të kam parë edhe në prezenca të tjera publike kohëve të fundit me fustane me lule. Kështu që mbijeton dhe mbijeton bukur, të thash, mbijeton me mod. Faleminderit shumë. Geraldina, të gjitha këto sfida, çfarë të kanë bërë të kuptosh ty nga jeta? Pavarësisht prej asaj, se si na trajtojnë tjerët, apo si na trajton jeta, jemi çfarë jemi në bazë të mënyrës se si përgjigjemi në këto që na ndodhin. Edhe kjo është thelbi i jetës. Jeta mund të jetohet në çdo mënyrë. Po unë mendoj që jeta është shumë e shkurtë edhe duhet të shfrytëzohet çdo moment, çdo minutë, çdo rast për të kënaqur, çdo rast për të përjetuar diçka. Jeta është e bukur pavarësisht që ka dhimbje të mëdha. Geraldina, më bën të kujtoj këtë thënien që dhimbjet e jetës ndodhin edhe ne nuk i zgjedhim dot, por mënyrën se si vuajmë po. Pra, atë mundemi që ta drejtojmë. Dhe më duket se ky është rasti më i fuqishëm që mund të kemi dëgjuar. Faleminderit. Geraldina, unë e di që ti je përlotur dhe gjatë kësaj interviste disa herë ke gëlltitur lotët e tu. Është një rrëfim shumë i vështirë për të bërë, por unë të falenderoj shumë që e ndave këtë përjetim sot në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta të Rebekës, sepse forca jote është një zë i fortë për shumë nëna të cilat e kanë kaluar këtë vuajtje ose ndoshta janë duke u përballur me këtë dhimbje. Ndaj të falenderoj pafundësisht shumë edhe të çmoj pafundësisht edhe pse për mua ka qenë një ndër intervistat më të vështira që kam zhvilluar të provokoj dhimbjen e një nëne për humbjen e fëmijës. Falenderoj edhe unë ty dhe duke qenë së bashku në një mision, ndoshta edhe vëdësimi për vizita më të shpeshta mjekësore. Faleminderit. Dhe ardhur nga ty këto fjalë kanë peshë të madhe për çdo që është duke e parë dhe do ta shohë këtë intervistë në vimësi. Të falenderoj shumë. Vazhdoj që ndroj një grua e fortë. Me shumë dëshirë. Unë uroj që në vazhdimsi të jesh një grua e fortë, një grua që gjen frymëzim nga jeta, por edhe frymëzon të tjerët. Një nënë e fortë për Deborën edhe një kujtim i gjallë për Rebekën. Shumë faleminderit. Të përshëndes Geraldina. Jona ishte vërtet një rrëfim i rëndë në përjetime, por edhe për ne ka qenë ndoshta një nga rastet më të vështira për të trajtuar. Po, kur kemi të bëjmë raste humbje, është gjithmonë e vështirë të jesh në pozicionin që jemi ne, sepse duhet të jesh shumë e delikate, mund të them, shumë e kujdesshme për çdo gjë që ne mund t'i komunikojmë një personi. Çdo fjalë ndoshta duke thënë edhe me një dëshirë për të mirë, mund të merret si rëndesë për personin tjetër. Për shembull, mund të dalloj nga rastet që i kam trajtuar, që ndonjëherë vetë fjala bëu e fortë, më kanë shpjeguar se si ka rënduar më shumë. E shikoj ndonjëherë si një masë, si një peshë, ata duhet të tregojnë të fortë përballë botës. Edhe prandaj ky është një detaj, por ka dhe shumë detaje të tjera që e bëjnë të vështirë të komunikosh me një person që ka humbjen, sepse vetëm ajo ose ai e di se si është kjo dhimbje. Sado që ne mundohemi, nëse nuk e kemi kaluar vetë, nuk mundemi dot ta kuptojmë. Dhe këtë gjë e bëj lidhje nga një terapiste në Amerikë, mos gaboj, ka bërë një libër së fundmi, ku ka trajtuar pafund raste të humbjeve. Dhe pasi humbi partnerin e saj,
i ka marrë në telefon një nga një të gjithë pacientët që kishte trajtuar, duke thënë më falni se nuk e kam kuptuar sa duhet. Pra kjo është fuqia e asaj që përjetohet tek personi tjetër dhe se sa e vështirë është për ne që të jemi në pozicionin ku pyesim edhe ndërhym, sepse her pas here e ndjej këtë vështirësi, edhe pse jam në fushën e trajtimit, por mendoj se dhimbja dhe fuqia e tyre është më e madhe se e jona që përpiqemi ndonjëherë ti ndihmojmë. Është e vërtet. Pavarësisht se Geraldina e dha këtë intervistë absolutisht me aprovimin e saj, por edhe unë ndjeva keq që më duhet të provokoja dhimbjen e saj të nënës, edhe është po aq e vërtet edhe fakti që përjetimi i humbjes, i dhimbjeve është i ndryshëm nga një person në një tjetër. Po. Dhe është absolutisht e vështirë të japësh këshilla apo formula se mund të përballohet një dhimbje. Po, do thoja që për rastet cilat vinë dhe flasin, është mirë. Pse? Sepse ajo dhimbja ndahet me të tjerë edhe është një lloj kujtimi dhe u shërben që ta nxjerrin edhe ndoshta kujtimin e Rebekës në këtë rast jetoj tek shumë njerëz. Përmes nesh që dëgjojnë, përmes të tjerëve që do ta dëgjojnë më vonë. Pra të gjitha këto janë ndihma për një person që ka humbur. Por është procesi, momenti kur ajo e komunikon edhe se si lidhet me personin që e dëgjon nga ana tjetër dhe ndërhyn. Kjo është ajo për tu cekur, edhe prandaj mendoj që edhe pozicioni jon këtu nuk është edhe aq i lehtë për të konsideruar, kështu që i themi faleminderit atyre që na besojnë, edhe patjetër për çdo, ndoshta edhe jashtë, ta shikojnë më me sy ndryshe, më të kujdesshëm kur merren me një rast të tillë. Dhe unë falenderoj shumë ty Jona, që jo vetëm më ndihmon mua të trajtoj me shumë kujdes çdo histori delikate që vjen këtu në seanca e para Spestrasi, por edhe për t'i dhënë një lloj kuptimi çdo lloj përjetimi që vjen edhe ndahet këtu në këtë mikrofon. Faleminderit. Të jam mirënjohëse. Kjo ishte seanca e parë sot me Geraldinën, e cila na tregoi që disa dhimbje koha nuk i shuan, por thjesht të mëson të jetosh me to. Faleminderit që na ndoqët, bashkë do takojmë në episodin e radhës. Ándale!